O vështrimi kritik. Foli. O me që bëni si kur snifni ju. Ja, unë njofta por. Ju është rritur mendja dhe juve? Ju zdallum mirë nga karrika, pas ndru karrikën e? S'dallut mu, po zyrën time e dalloni juve. Çdo objekt që kam unë këtu vërdall e dalloni, ç'e dalloni ju? Jo, zoti Braçe, dallojmë që ke filluar cigaren duket, ë? Po këta moj motër të bëjmë për cigare, aman, ç'të them. Ore, po si po vete kjo puna jote kështu alla? Ç'a kanë me ty këta alla? Po se prandaj rash zile so ti çka ke emrin ti? Rej, po, se ta harova. Prandaj rash telefonit tuaj, satelitit çfarë keni ju aty. Kamerën, po. I rash kamerës tuaj, se mi kanë mbyllur të gjitha ky sistem komunist. Ka mbyllur rrjetet sociale. Rrjetet sociale nuk më ftojnë më në asnjë media. Po s'mëftojnë se e diti. Mirë në për media që s'mëftojnë, po s'mëftojnë më as në mbledhje partie o visi. Ati që kishin bërë këtë mbledhjen ke njësia 5 që s'kishin thërrit. Shkreti, e po kështu. As tek 5 nuk mëftojnë më, imagjino në vende të tjera. As tek 5 s'mëftojnë më. Fare. Edhe pse çfarë kam bërë unë? Po ti del kështu alla se je çik ndryshe ti që flet. Ja po kështu, po Po çfarë ndryshe jam o ti, çfarë ke emrin ti se ta harova? Rej, po çfarë ndryshe jam, se çfarë kam bërë unë çfarë s'kam bërë për këta. Po pra, po i vetmi ti që flet, je ti, nuk ka na shok të tu që flet o burr. Po i vetmi që flas, po o visi e mban mend ti çfarë kam bërë unë për zgjedhjet? Sa vota, sa zyra kam hapur unë, zyra ilegale që vidhshin vota atje. Po dolën të kapën dhe flagrant bire se në zyra. Por i kam ikur me vrap. Ishe duke ngrënë, Nga ata të syrit të Saliut i kam me vrap edhe prap. Këta më përjashtojnë mua, nuk më ftojnë mua në përmbledhje. Edhe kjo motra thot pse fillon cigaren ti. Po, edhe të tjerë para te kanë bërë shumë sakrifica, po se po ku mirë janë më vlla se të tjerët u përjashtuan për sher ajo, Elisa u përjashtua që ai që do t'i zësh vendin ti mbolli 1 milion pemë edhe prap. Po pra. Po mirë se nuk pse se thashun që do bëhem kryetare dhe e morën direkt seriozisht ta? Po është fjalë e rënd kryetare po. Po dëshirën shprehje mos se si ka thënë dhe Vin Diesel tek Fast and Furious 9, ëndra jam bën vaki dhe nuk dalin. Vin Diesel e ka thënë këtë? Po ç'është ky muhabet me ju? Ç'është ky muhabet me ju? Shiko, tani ai s'ka vaj se po bëre kryetar bashkie, e ke radhën për kryeministër pastaj. Tu thaf të goja, ti që u çon paketa atyre. Ora ai tha kryeministri e ardhshme duhet femër dhe mund të jetë Zeqinea me shumë mundësi. Dëgjoj këtu ti. Më përdrit mua ashtu se di ç'të bëj apo jo? Ashtu. Ora kështu ka thonë ai se s'po themi ne. Po pra, po nëpërmjet ekranit tuaj duhet i them atij që unë s'kam bërë asgjë, unë i shkreti për shesh po ha. Ja, piva qumshin tani ndeza i cigare, se cigaria mbas qumshit është si nejse. Atere, po ju thoja që unë, përveç se vetëm qumësht edhe për shesh, unë edhe kostumin, nuk kam në një kostum të shtrenjtë si që ka Elisa apo tjerë në parti aty. Po mine qa lidhe ka, duhet i kesh, prandaj diskriminuar ti. Po pra, po nuk guxon robi të thot një gjysmë fjale, unë me kostumin e maturës akoma se më bën. Që janë këto muhabete? Akoma të bëhe? As shtëpi nuk kam as vil, nuk kam as vil në Bregdet, as në fshat, as shtëpi me qera si ajo akshit nuk kam. Çfarë ju kam bërë unë këtyre? Po, s'ka shtëpi me qera. Po pra e ka të vetën në burë. Ka të vetën. E kam time që atere që e kam marrë atere. Mbas rrëzimit të sistemit. Po mira, çfarë themi ne pse angosht e ne një se marr vesh. Po ku ta ankohem mor Elvis, ku ta ankohem? Këta mi kanë mbyllur gjitha, nuk më lën as edhe një status që bëj unë në Facebook, më lëshojnë ata zagaret e tyre që të më shahin mua, të më thonë jo je i shkurtër, jo je i gjatë, jo je me partizanin, më thonë ca gjëra kështu. Po më ngreçi kokën se s'po çovi fare apo. Po ku ta ngremë se ku të kërcej? Po zoti Braçe, po thon tani që ke kopjuar çik këtë, le të themi programin e Arlin Qorit, po thua të njëjtat gjëra. Çfarë programi ka Arlin Qori më vlla? Gjithë ato që thua ti për parkimet, për transportin, se thash si ta bëj Tiranën, unë e di si bëhet. Po unë e di si bëhet Tirana më. Tirana s'ke një trotuar ku të hedhësh mollën. Ata thonë ata. Të hedhësh mollën. Po, ta hedhësh në trotuar domethënë. Se do hedhësh mollën. Nuk e Oj, kalon njerëz po me hedhësh mollën nëse. Sa i pararsi me bëri Gjoja do mbillte pemë dhe mbolli beton. Paktën un jam ndryshe, unë e di si bëhet.